Banorët e shtëpisë së Big Brother VIP Kosovës në Pislek. Alaudin Hamiti shpërthen, e pastrojnë këtë shtëpi ajo? Përveç emocioneve të lojës, banorët e Big Brother VIP Kosova po përballen me një tjetër problem, rëmujën. Shtëpia më e famshme duket se është pushtuar nga papastërtia dhe sendet e shpërndara kudo, një gjendje kaotike që nuk i ka shpëtuar syrit të moderatorit Alaudin Hamiti. Ndërsa konkurrentët janë zhytur në strategji, duket se furça dhe fshisa janë lënë në harres totale. Hamiti e theksoi këtë problem në mënyrë ironike, duke publikuar në Instastory një pamje ku Benita, Bia dhe Toneu shiheshin të rrethuar nga një rëmujë e frikshme. Ai reagoi me habi dhe ironi, duke pyetur publikisht, e pastrojnë këta ndonjëherë këtë shtëpi ajo? Ky vëzhgim u bë menjëherë viral, duke nxitur diskutime të shumta në rrjet, ku ndjekësit u bashkuan me Hamitin duke kritikuar mungesën e theksuar të higjienës këtë edicion. Duket se strategjitë brenda shtëpisë janë më të rëndësishme se mbajtja e rendit.